implikimi i rrethit të Edi Rams, vllau dhe shokëve të tij në afera Bixhozi, larjes parash, licencimesh që nuk mund ndodhin kurrë përveç se në familjen kryeministrore në Shqipëri. Nuk mund të lëshohen licencat. Unë e kam denoncuar me kohë, e kam quajtur kulla Kristaq Rama. Nuk ka si përgjigjësim. Të vërtet real. Dhe tani urdhëroni mega aferën e një mafje të rrezikshme me tentakula nga familja Rama në Michigan tek venezuelasit e tjerë e tjerë. Sigurisht që dosja do të dorëzohet në skap dhe pa dyshim do ketë fatin e Xibraks, ku Olsi Rama u faktua si eksponent kryesor i grupit të Xibrakës, u faktua se po në këtë kontekst bëri mashtrim publik, mbasi deklaroi pas denoncimit të zotit Bardhi dhe denoncimeve të mia të dokumentave të kompjuterit mbi kalimin e kufirit me makinën e drogës, e grupit drogës, deklaroi se e kam përdorur vetëm një herë, në një kohë kur këtu janë dokumentat e përdorimit të saj 7 herë, dhe sipas dhënave tjera është përdor 15 herë nga Olsi Rama. Por ky denoncim i sotshëm është një kontribut i jashtëzakonshëm që shqiptarët kuptojnë se me kë kanë të bëjnë, me cilin kanë të bëjnë, me çfarë klanit rrezikshëm, çfarë familje të rrezikshme kanë në krye të qeverisë. Urdhoni pra, blihet 300.000, shitet 26 milion, përdoret për këto qëllime, përdoret për ato qëllime, gjëra të cilat as në veprat realizmit fantastik nuk mund të shkruhen. Sepse shndrohen në komedi e humbasin komplet besueshmërinë. Natyrisht, duke përgëzuar zotin Klliçi dhe gjithë ekipin që është marrë me investigimin e kësaj afere, kryqëzon përfundimisht vllaçkun e Rams dhe anturażhin e tij, ne do bëjmë detyrën tonë, do ta dërgojmë me këto dhëna dhe tjera në organet e prokurorisë së shtetit, prokurorisë speciale. Faleminderit. Klajdi Bodri, Studio Televizion. Pyetja ime është, ju do ta kallëzoni në SPAK këtë çështje, po sa besim keni tek prokuroria e posaçme duke parë dhe rastin e parshëm që përmendi zoti Berisha, dosjes së Xibrakës, ndërkohë që hetimet për atë